18 vjeç nga Tirana kundër Kleopatrës 16 vjeç nga Tirana. Ledmiri jeton në një shtëpi ku nga më i madhi deri tek më i vogli merren me muzikë, kryesisht popullore. Këtu vjeni vetëm për të eksploruar muzikën moderne. Fazën e parë kisha shumë emocione, nuk është se isha mësuar ndonjëherë me skenin, ishte hera parë që dilja në skenë. E kisha menduar domethënë që mund edhe të fitoja. Kleopatra e nisi këtë sfidë për t'u treguar prindërve se duhet ta ndjek pasionin e saj për muzikën, derisa të vi koha për të bërë arkitekte, ashtu siç dëshirojnë ata. Voice për mua është një sfidë konkurrence, por gjithashtu është dhe një mundësi që unë t'i tregoj prindërve që mund t'ja arri me sukses edhe tek The Voice. Sekondin e fundit kur Jonida shtypi butonin, nuk e dihet. Nuk e besoja dot, domethënë ishte emocion i papërshkrueshëm, sikur një peshë e rënd më hoq nga shpatullat, domethënë provova veten që me vërtet ja vleja. We light up the world, we light up the world, we light up the world, we light up the world. Fazën e dytë, për sa i përket këngës, kënga më pëlqen shumë, është një nga parapëlqyrat e mia. Dhe besoj se i përshtatet stilit tim të kënduarit. Okej, te finalja keni pasiguri një herë, se di se ç'patët edhe ju. Është më shkurtër tek gjallë. Dhe Ledmir do mundohesh mos ta bërtasësh në fund, okej? Ti je shkuaqur ndërsa që në fillim. Me të vërtet janë akuta të lartë, por duket si e bërtitur. Kemi të njëjtin stil këndimi, dhe besoj se është arsyeja pse na kanë vënë në duel bashkë. Por në krahasim me Kleopatrën, unë ndjehemi sigurt në vetvete, pasi studioj për piano dhe besoj se kam veshjen e formuar. Shumë mirë. Ledmiri është një djalë jashtëzakonisht i talentuar dhe është tepër të plot, por notat e larta nuk e besoj se janë pika e tij e fortë, kështu që besoj se në këtë pikë do të kem një avantazh disi. Mendoj që kënga Firestone ju shkon për 7, apo jo? Shumë ka të bukur është. Për shtatet tamam me 2 zëra. Ne kemi në comfort zone. Përveç se është edhe një këngë që ka dalë së fundmi, Kaigo, dhe nuk e kisha imagjinuar kurse si që mund ta performonim live, por mendoj që kam gjetur karakteret e dura. Do bëjmë bukur. Do jepni mishë shpirt aty. Do dali kështu surprizë. Okej, dhe unë kam shumë besim. Emocion total. Suksese. Faleminderit. Janë karaktere krejtësisht të kundërta. Mund të them që Kleopatra ka një vokal jo fort të madh, por ka shumë karakter, ka individualitet, ka një zë frymor, këndon shumë poshtë. Nuancat e saj janë me të vërtet shumë të veçanta, ka një timbrik që nëse e dëgjon një herë e memorizon fare thjesht. Dhe Ledmiri nuk është se ka një diapazon shumë të madh, por mund të them që është shumë i ëmbël. Është ndër të paktën të meshkuj që kam, që ka një ndjeshmëri me një frazë të lehtë të ëmbëlson edhe përkëdhel materialin më së miri. Aca gjërat vogla, pa siguri, sidomos kur ke akutën lart. Okej, do ta mbash gjatë, po pastaj largoje sa më ngadal mikrofonin. Ty partneri. Hajde. Kënga është tepër e veçantë dhe një zhanër që nuk është bërë ndonjëherë në The Voice, por mendoj se ajo përputhet domethënë tamam me stilin dhe timin e zërit. Pasiguria vetëm është po e kam prapë tek emocionet, pasi nuk është se jam mësuar edhe me skenën, edhe besoj se edhe kjo mund të më prishi punë. Kam besim në vete që edhe këtë fazë do ta kaloj. Shpresojmë edhe kam shumë besim që mundem të fitoj. Betejë që vjen tani është nga skuadra e Jonida Maliqit, madje është një prej hiteve të momentit do të skëndohet Kaiga. Do të mirëpresim një djalë i cili është gjithkohës folë qesh, super çun. Duar trokitje për Ledmirin. Më i qeshur nga familja e tij, ndërsa ajo është një nurësëze, as nuk flet, as nuk qesh.
me zor të përshëndet në mëngjes, mirë po, këngëtar talentuar shumë, sa s'kemi gjithë themi, zonja zotri, Kleopatra! Çfarë do të bëj? Firestone. Okej, gati? Si jeni unë? Jemi gati? Okej, pa që fat, le të filloj betejë. I'm a flame, you're a fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel the change in me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can dance in desire, or we can burn in love tonight. Our hearts are like firestone, And when they shine, we feel the love. sparks will fly, they ignite our bones. But when they strike, we light up the world. We light up the world. Our hearts are like firestone, but when they strike, we can feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. But when they strike, we light up the world. Our hearts are like firestones, and when they strike, yeah, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. But when they strike, we light up the world. 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 Një hit i ditëve tona, pa Tropical House me Firestone. Komplimenta. Alma. Këngë shumë e bukur, në fakt për të hitë vërtetës kishte pasaktësinë tonative gjatë realizimit duetit, por që nuk e di, është shumë e bukur ngjyra e Kleopatrës, një ngjyrë plot femrore, një alt profondo kisha me qujt. Në anën tjetër është ndjeshmëria dhe ai tingulli i bukur i Letmirit, nuk e di, nuk përcaktohen dot. Genci. Problem. Mu kriju përshtypja si Kleopatra ka pas shumë emocion. Po, se ishte e shpërqendrume, nuk ishte prezente komplet në skenë. Tash nuk di me vlerësu, në anën tjetër Letmiri ishte shumë i qetë. Shpërgjithsisht i qetë këtë. Okej. Nuk e di se çfarë. Pajtona me Almën edhe pash edhe si driti e pohon që ngjyra e Kleopatrës është me të vërtetë e veçantë. Po në anën tjetër ka pas jo stabilitet, jo aq intonativ, kishte edhe atë, po ma shumë ashtu të frazimit në përgjithësi, e pati një shans me atë notën e nalt me tregu diçka, po atë notë thjesht e lëshoi pa trajtume, edhe e la vetë me esë ashtu në për ara, pa i ndihmu fare. Në anën tjetër Letmiri mu po më duket këngëtar. Është natyrë këngëtari, e ka edhe një marrëdhënie edhe me mikrofonin shumë të natyrshme. Do është ta ngjyrën nuk e ka më të veçantë në botë, po gjithsesi është më kompetent si këngëtar se Kleopatra, unë mendoj. Si driti. Grafia që i bëri Alma B dhe Genci së është 8 sot. Se kam fiksim të Si di bë! Pa dash përsëris, Kleopatra me të vërtet ka një ngjyrë shumë të huaj, mund të them.
Mirë po ja prish, ja ul pikët vetes me ato pasigurit të cilat vinë kanë përshtypjen më tepër nga mos përqendrimi, sesa nga mënyra se si ajo mund t'i perceptojë ato. Ajo akutja atje ishte komplet e pakthyer. Ishte, domethënë nuk i doli për zot akutës. Këtë e tha dhe Genzi. Ndërsa Letmiri është ai vokali fluid, ajror, kadife, që unë po të them me bindjen, që ose ai do e mbante mikrofonin më afër, do e ndëgjoshëm më mirë sepse dallohet. Pra, marrëdhënia me mikrofonin e jotja nuk është e saktë, duhet më afër. Lëre teknikën se e ka bërë punën e vet. Është në kundërt, është shumë i saktë, respekton dinamikat dhe është shumë më brenda në këngë për mendimin tim se sa Kleopatra. Si do duken ty Jonida? Se unë nuk dua të viktimizohem tani, për shqyr që është çifti i fundit, edhe i them mirëpafshim betejave, si që nga të tmerrshme. Ka më të merr akoma. Akoma më të merr Jonida. Ky është vetëm fillimi? Ky është Jonida. Unë 3 vjetë vdesha, unë e shkreta. Unë 3-4 vjetë kam la me lot këtë skenë ti do me të parën, Është ai me te momenti i kalu. që ti e pyet Almën, Alma këtë do zgjedhësh dhe Alma është ka kaluar gjysore, një kovë me lot dhe është Po përmbahem shumë. ka më keq. Po përmbahem shumë. Mund them që Letmiri është muzikant, studion për piano, edhe ka qenë shumë e thjeshtë punoja me të, shumë pozitiv, ashtu sikur se thatë dhe ju, i intonuar, madje ndonjëherë dhe shumë kompetent. Ndërsa Kleopatra. I kërkoj llogaritë kujt ti? Se mos Po, gjente tercat vet, intervalet vet. Sa vjeç është ky Joni? Sa vjeç je ti Letmir? 18. Yeah. Ndërsa Kleopatra është më e vogla e skuadrës sime, 16 vjeç. 16. Wow. Por nuk dallon për 16. Wow. Është Të e paktën vërtet nga që duket vokali. pak sa e ftohtë, por është shumë e ndrojtur. Mundohem maksimalisht që të punoj me të psikologjikisht, sepse vetëm këtu në skenë bën këto çudirat, nuk e di, ka këto luhatjet e veta që jam e bindur që i ka vetëm nga ana psikologjike, sepse un kam besuar që në fillim tek ajo, tek dhuntit e saj edhe për më tepër e adhuroj timbrin e saj. Duke peshuar të gjitha Jonida, mund të vazhdosh ose me Letmirin ose me Kleopatrën përpara. Sa i prer jo Ledion. Kam për detyrë. Ledmir, ti e ke vazhduar rrugtimin tënd. Unë e di fare mirë që vazhdon studimet, do t'jesh një artist në të ardhmen, do jam shumë e lumtur të të shoh në ekran, po do doja që t'i jepja një shans vokalit të Kleopatrës. Kleopatra! Kleopatra vazhdon të jetë me ne në The Voice. Ajde, do punoj fort. Okej. Jam shumë emocionuar. Nuk po besoj. Të kontent. Shumë emocion. Shumë faleminderit, jam i pasur. Shumë. Letmir, qëndrojmë bashk. Unë ty të kam shumë xhan, edhe familjen tënde. E njoha për një kohë shumë të shkurtër, po jeni vërtet familje e bukur, ë? Është qef kur takon familje të bukura që janë buzagastër kohës. Se ti e di se sa shumë qahemi në shqiptarët, na ndodhi kjo, na ndodhi ajo, dhe kemi fytyrat e përrosura. Familja e këtyre ishte e gjitha, a thua se kanë jetuar në Lazarat për një kohë, a kupton? Në atë kohë, jo tani. Tani nuk ka gjë, po në atë kohë atëherë kur ka pasur. Shohim nëse do të ketë një shans të dytë për ty në The Voice. Presim pak sekonda me dritat e fikura. Letmir, më vjen keq. Falenderoj që erdhe në The Voice, uroj shumë fat. Letmiri.
Një artist ka gjithmonë nevojë për eksperienca të tilla dhe mua më pëlqeu shumë dhe do vazhdoj përpara.